Prurjet natyrore në kaskadën e Drinit kanë arritur në rreth 3500 metra kub ujë në sekond, duke detyruar autoritetet energjetike të ndërmarrin masa për shkarkim të kontrolluar nga hidrocentralet e Komanit dhe Vaut të Dejës. Shkarkimet po kryhen në monitorim të vazhdueshëm të specialistëve për siguruar që niveli i ujit në liçene të qëndrojë brenda kufive të sigurisë. Kryeministri Edi Rama bëri një reagim të menjëhershëm lidhur me situatën, duke theksuar se menaxhimi i saj po kryhet me kujdes dhe se të gjitha strukturat përgjegjëse janë në gatishmëri të plot. Bashkia Shkodër është në koordinim të vazhdueshëm me KESH për menaxhimin e situatës dhe minimizimin e çdo rreziku të mundshëm për zonat e territorit të bashkisë, ndërsa deri në këto momente nuk është evidentuar asnjë problematik. Të dhënat teknike tregojnë se niveli i liçenit Vaut të Dejës mbetet në kuotën maksimale të sigurisë. Specialistët e hidrocentraleve vijojnë monitorimin e situatës hidrike në mënyrë të pandërprer, duke u përgatitur për çdo ndryshim të mundshëm në prurjet e lumejve. Autoritetet energjetike apelojnë tek banorët dhe strukturat lokale për të respektuar udhëzimet e sigurisë dhe për të informuar menjëherë çdo situatë pazakont, duke garantuar kështu që shkarkimet e ujit të mos krijojnë rreziqe për komunitetet përreth.